1 në 5 fëmijë vuajnë çrregullimin e të mësuarit ose siç njihet ndryshe disleksia. Specialistët thonë se ky fenomen është mjaft i shpeshtë dhe se duhet të kushtohet vëmendje trajtimit. Përgjithsisht vihet të re tek mosha shkollore. Në moshën parashkollore mund vihet të re që fëmia ngatëron konceptet e majta e djatha, ka vështirësi për të mësuar konceptet kohore, për të mësuar ditët e javës, për të memorizuar ata. Pra, has një vështirësi për të memorizuar element kohor. Në momentin që vihet të re që fëmia ka problematikë të tillë, duhet patjetër të drejtohet tek specialisti. Nëse nuk trajtohet nga specialisti, mund të bëhet një pengesë për atë për pjesën akademike, për arritjen e aftësive akademike që atij i duhen për sa i përket pjesës shkollore. Të mos lihet, le të themi, me një mënyrë neglizhence, të mos lihet pas dore dhe të vazhdohet më vonë, sepse sa më shumë kohë të kaloj, aq më vështirë bëhet për fëmijën, duke qenë se ai fillon të ketë dhe një vetvlerësim më të ulët, për arsye se nuk arrin dot të kap nivelin e bashkëmoshatarëve. Sipas specialistëve, çrregullimi është gjenetik. Përdorimi i pajisjeve digjitale gjithashtu favorizon disleksin. Nuk mund të themi që është një faktor që ndikon ose që shkakton një problematikë të tillë, por është një faktor, le të themi, që krijon një farë disavantazhi tek fëmia, sepse nuk i lë hapësirën e duhur që fëmia të fokusohet tek aktivitete ose tek metoda që atë ndihmojnë për të përparuar në këtë drejtim. Por ndërkohë i japi një fokus pjesës teknologjike. Disleksia, një çrregullim neurobiologjik që prek pjesët e trurit përgjegjëse për përpunimin e gjuhës. Shenjat më të hershme shfaqen rreth moshës 1 ose 2 vjeçare.